Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin nëntor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë të shohim se si do jetë ky muaj, edhe për shenjën tuaj. Ju do jeni në muajin tuaj dhe uroj ditëlindjen të gjithë të lindurit e shenjës tuaj. Atëherë dhe shohim javën e parë. Atëherë jemi në energjinë e shenjës së Demit, Shijetarit, Peshores, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ujit. Dhe ju shoh do keni fillime të reja, sepse këtu kemi planeti Jupiterin. Planeti i Jupiterit është planeti i fillimeve të reja, zhvillimeve të mira, rritje ekonomike, akumulim të pasurisë, por dhe investime të ndryshme dhe zgjerime ekonomike që dëshironi të bëni. Gjithsesi, ju shoh që do bëni një fillim të ri. Mund të jetë një njohje e re për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër një shtatzani që do ta filloni gjatë kësaj periudhe për gjithë ata që janë në këto faza. Për pjesën tjetër mund të jenë fillime të reja të vendi punës, ekonomike, por shoh dhe zhvillime shumë të mira, por edhe bollëk dhe prosperitet. Ju do merrni disa para në mesin e javës, por edhe do jepni. Për një pjesë tjetër, shoh që mund të merrni dhe të jepni me këtë person që do bëni një fillim të ri. Mund të shkëmbeni mesazhe, mund të takoheni me këtë person nga afër. Dhe ju shoh që ndoshta keni kaluar shumë vështirësi. Dhe do t'i lini mbrapa vështirësitë që mund të keni kaluar në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ju shoh që do dilni në ujëra më të qeta. Për një pjesë tjetër do keni një takim me këtë person, duke shkuar në një vend jashtë qytetit ose në një vend me ujë. Për disa të tjerë do merrni disa para, por mund të keni pagesa të ndryshme për të bërë në mesin e javës së parë. Dhe për disa të tjerë mund të jeni dhe duke mbështetur edhe njerëz të ndryshëm që mund të keni, të familjes tuaj ose edhe të shoqërisë. Duke i ndihmuar në mesin e javës. Por gjithsesi në fund të javës shoh që do të jepni një drejtim më të qetë situatave që mund të keni si në lidhje me dashurinë, me marrëdhëniet, me punën tuaj nga ana ekonomike, por mund ta merrni dhe në situata të ndryshme, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me shëndetin, me dokumenta të ndryshme që mund të keni. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, ju shoh që jeni duke menduar rreth një dashurie, rreth një personi. Mendoni si të jepni drejtim. Ju shoh në pritje të një takimi dhe ju do ta realizoni këtë takim në fund të javës së dytë. Për pjesën tjetër, keni nevojë të bëni një pushim, sepse ju shoh të lodhur psikologjikisht, por duhet keni kujdes pak dhe me shëndetin tuaj në fillim të javës së dytë. Ndërkohë, do mendoni si të jepni drejtim, një pune, një partneriteti, një kontrate, një bashkëpunimi që mund të keni, ose edhe anës tuaj ekonomike. Dhe në mesin e javës jeni në pritje të një përgjigjeje. Mund të prisni një përgjigje nga ky person, që do keni një takim në fund të javës, dhe unë shoh që merrni përgjigje pozitive, sepse po takoheni me këtë person. Për pjesën tjetër, mund të jeni në pritje të një përgjigje në lidhje me punën tuaj, për të larguar jashtë shtetit. Shoh që mund të çoni gjërat para, mund të keni udhëtime të shkurtra ose të gjata gjatë kësaj periudhe, por mund të keni dhe kontrata të rëndësishme, tham. Dhe në fundin e javës ju shoh me lajme të mira, me takime, ndoshta dhe njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet do jenë më të konsoliduara, ndërsa në rastin tjetër do hyni në partneritete, sepse ju shoh që jeni në pritje të një partneriteti, të një bashkëpunimi, por ndërkohë mund të jetë dhe një person dashamirës që do t'ju ndihmoj në lidhje me diçka. Çfarë prisni ju?
mund të prisni një përgjigje në lidhje me punën, një përgjigje në lidhje me dokumenta të ndryshme, me një largim jashtë shtetit, me anën tuaj shëndetësore, dhe ju shoh dhe me lajme të mira, por dhe me persona që do t'ju mbështesin. Është një person që do jetë shumë dashamirës me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energji, këtu nuk tham energjit, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, të zjarit, të ujit. Dhe javën e tretë keni të bëni përsëri me energjitë shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të tokës dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Për një pjesë prej ju shoh rikthimin e një personi nga e kaluara. Ndoshta një person që ju keni qenë në njohje, në lidhje, dhe ky person rikthehet. Ju shoh shumë të sigurt në lidhje me këtë rikthim. Por edhe pse jeni të sigurt, ju sigur mbylleni brenda vetes, nuk shpreheni. Ju shoh në fund të javës së tretë. Ndërsa për një pjesë tjetër, do të jepni një mbështetje shumë të fortë fëmijëve tuaj. Shoh që mund të jeni edhe duke marrë disa para në rastin tjetër, por për një pjesë tjetër shoh që ju mund të jeni dhe të tregojeni pak nostalgjik gjatë fillimit të javës tretë në lidhje me fëmijërinë tuaj, ose me një periudhë të mëparshme, me personat shoqërisë tuaj, por gjithsesi është një fillim jave shumë i bukur dhe me lajme të mira, do ndiheni shumë mirë, shumë të gëzuar dhe të lumtur ju shoh. Por edhe të sigurt në lidhje me gjërat që do bëni, me një vetbesim të lartë ju shoh këtu, por edhe të pavarur. Një pjesë prej jush mund të kërkoni një lloj pavarësie, dhe këtë pavarësi flasim për pjesën e personave që mund të jenë të rinj. Ju dëshironi një pavarësi emocionale, një pavarësi ekonomike, ose fëmijët tuaj do ta dëshirojnë këtë gjë dhe ju do t'i mbështesni. Por gjithsesi përsëri mund edhe t'i ndihmoni nga ana ekonomike, shoh, sepse do merrni disa para dhe me marrjen e këtyre parave ju do dëshironi t'i investoni te fëmijët tuaj. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë çështje dhe situata nga e kaluara që rikthehen. Por janë çështje dhe situata që rikthehen për mirë, sepse ju shoh të sigurt në lidhje me gjithçka që do bëni, si në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme, mund të jenë situata në lidhje me mund të jenë në lidhje me dokumentat, me pjesën shëndetësore. Do merrni disa para, ju shoh dhe në fund të javës do merrni një shumë të konsiderueshme para, që është një shumë e mirë. Një pjesë prej jush do jeni duke menduar për të hequr disa kursime, pjesa tjetër ndoshta për të investuar diku, mund të investoni te fëmijët tuaj, në shtëpinë tuaj, në punën tuaj, ose dhe investime në biznese, në partneritete, bashkëpunime të ndryshme që keni, ose në një aktivitet të ri që dëshironi që ju të keni. Thjesht mos u tregoni të mbyllur në fund të javës, në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në lidhje me personat, shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit të tokës dhe jeni te energjia juaj e akrepit. Dhe shoh për të gjithë personat që një person nga e kaluara do rikthehet, ju do ndiheni të sigurt dhe pse tregojeni të mbyllur, por në fillim të javës 4 shoh që do ketë një komunikim nëpërmjet internetit, nëpërmjet rrjeteve sociale. Ndërsa jeni duke menduar seriozisht këtë komunikim që do keni, por ju shoh që do keni frikë të hidhni hapa para, edhe pse mendoni në lidhje me këtë person. Dhe në fund të javës jeni te energjia juaj, shoh një transformim shpirtëror, një ndryshim të madh që vjen në jetën tuaj, sepse këtu kemi planet Plutonin, dhe Plutoni është një planet që sjell ndryshime, dhe aq më tepër kur bie në shenjën tuaj, është Plutoni jep një energji, shoqërohet me ndryshime të mëdha ekonomike, me rilindje nga situata të ndryshme që ju mund të keni, ose edhe në lidhje me tranzicione të mëdha ekonomike. Sepse Plutoni tregon periudhën e rënjes, domethënë nëse diçka bie, ri për të rrihet përsëri.
Dhe unë shoh një ripërtëritje që do keni deri në fund të javës 4, ripërtëritje në lidhje me dashurinë, sepse shoh një komunikim që do keni, ose në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, një komunikim më të mirë. Do mendoni shumë në lidhje me anën ekonomike për të ndryshuar situatat në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, te vendi punës, por edhe pse do ndjeni pak do friksoheni pak në lidhje me një investim që dëshironi të bëni, por gjithsesi unë ju shoh që në fund të javës ju keni ndryshime të mëdha në fund të muajit, në lidhje me gjithçka, ndryshime të forta në lidhje me dashurinë, në lidhje me anën ekonomike, ju do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar në lidhje me shëndetin, me dokumenta të ndryshme, por këtë mund ta merrni edhe situata të tjera që ju mund të jeni. Dhe këto ndryshime vijnë për mirë. Mbas këtyre ndryshimeve, shoh surpriza pafund në lidhje me shenjën tuaj. Po dhe një transformim i rëndësishëm shpirtëror. Dhe marrim një mesazh nga ëngjet dhe shohim se çfarë ju thon. Dhe kemi numrin 13. Dhe ka lidhje shumë me kartën e fundit, që është karta energjia juaj, ku ka planet Plutonin, dhe ju thot fund një faze të vështirë, thot. Gjithçka rreth jush do zbukurohet, ka ardhur koha të ecni përpara. Ndoshta të bëni ndryshimet e nevojshme që ju dëshironi t'i bëni gjatë kësaj periudhe. Sepse jeni në muajin tuaj, ju shoh që energjia e Plutonit do t'ju bëjë që ju t'i lini mbrapa vështirësitë, të pësoni një lloj transformimi shpirtëror, një ndryshim të madh në jetën tuaj, por edhe gjithçka në momentin që ju t'i ndryshoni gjërat, ato do zbukurohen rreth jush dhe është koha më e mirë për të ecur përpara. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.